Sot nuk jam këtu vetëm për të folur veshëve tuaj. Jam këtu për t'i folur edhe shpirtit tuaj. Sepse kjo video nuk është vetëm një video, por është një pasqyrë që ju tregon personin që jeni dhe personin e fuqishëm që mund të bëheni. Një video që nuk zgjodhet thjesht ta shikoni, por ishte menduar për ju. Ju jeni këtu sepse zëri juaj i brendshëm e di se është koha për të marrë kontrollin e jetës suaj, emocioneve tuaja dhe më rëndësishmja, mendjes suaj. Pra, pyetja është, kush është vërtet në kontroll? Mendja juaj apo ju? Nga kjo video do të mësoni se si të ndërtoni Chelsin. Chelsin e fuqisë së brendshme, Chelsin e paqes, Chelsin për të zotëruar emocionet tuaja, mendimet tuaja, zakonet tuaja dhe të ardhmen tuaj. Pra, mos e shikoni këtë video vetëm sa për të dëgjuar, por edhe ndjeni dhe lidhuni me të. Kjo është videoja që do t'ju ndihmojë të merrni kontrollin e gjës më të fuqishme në botë, mendjen tuaj. Kjo video është në tema të fuqishme të jetës reale, dhe jo vetëm që do mësoni si të kontrolloni mendjen tuaj, por mësoni edhe gjuhën e jetës së përditshme në një mënyrë që vërtet ju ngjitet dhe rritet me ju. Prandaj, përgatituni të transformoni si mentalitetin ashtu edhe gjuhën e jetës, sepse në këtë video do t'ju çpalosim 10 këshilla të fuqishme për të kontrolluar mendjen dhe emocionet tuaja. Pra le të fillojmë nga hapi i parë drejt fuqisë së vërtet. Këshilla 1. Shmangni kënaqësinë e përkohshme, sepse kënaqësit e përkohshme të bëjnë të buzëqeshësh në mëngjes dhe pastaj të bëjnë që të vajtosh tërë ditën. Pra do ndiheni mirë për momentin, por ju shkatëron më vonë dhe kjo nuk është kënaqësi, por një kurth që ndërton ti vetë dhe fajson të tjerët. Ne jetojmë në një botë të trishtuar, që kërkojmë për gjithçka kënaqësi të menjëhershme. Dhe për moment mund të ndiheni mirë, por më vonë ndiheni përsëri bosh, ndiheni fajtor, ndiheni të lodhur dhe kjo është dhembja e kënaqësisë së përkohshme. Kontrolli i vërtet fillon kur i thoni, jo, gjë së lehtë dhe, po, gjë së duhur. Prandaj është e rëndësishme të dish të kontrollosh kënaqësinë tënde, ose kënaqësia juaj do të kontrollojë ty. Pyetni veten se çfarë do të më sjellë kjo kënaqësi pas një ore, pas një dite, pas një muaji, apo edhe pas një kohe më gjatë? Dhe nëse përgjigjja është dhembja, atëherë thjesht largohuni nga diçka të përkohshme dhe ndjeki gjërat afatgjate. Kështu pra luftojnë luftëtarët e vërtet gjatë betejave. Ata gjejnë një zgjedhje në të njëjtën kohë, e jo në të njëjtën kohë të mbeteni përsëri pas zgjedhje. Këshilla 2. Përdor inteligjencën tënde, jo impulset, ke një tru për një arsye, jo vetëm për të reaguar, por për të përgjigjur me mençuri. Shumica e njerëzve nuk mendojnë, ata thjesht vetëm reagojnë. Ata zemërohen, përtasin, dihen të mërzitur, humbasin kohë, dihen xheloz dhe bëjnë krahasime. Por inteligjenca do të thotë të ndalesh, të vëzhgosh ndjenjat e tua, të pyesësh veten, apo më ndihmon kjo ndjenjë, apo po më shkatëron? Le të themi se dikush të fyen dhe impulsi yt thot, fyje edhe ti, por inteligjenca jote thot, pse duhet ta humbas qetësinë time për helmin e tyre? Sepse çdo herë që reagon pa menduar, ti e humb fuqinë tënde. Mendja jote është si një automjet dhe emocionet janë vetëm pasagjer. Mos e lë çdo emocion të ngas makinën. Stërvit mendjen tënde të ngadalsoj para se të reagoj, të marr frym, të numëroj deri në 5 dhe pyet se cila është përgjigjja inteligjente këtu? Ky zakon i të menduarit para se të reagoj mund të ndryshojë sot tërë jetën tënde, por nesër ndoshta tërë botën, sepse ideja së pari lind në mendjen e individit dhe nesër mund të shfaqet për gjithë botën. Këshilla 3. Zotëroni shisat tuaja shembull. Sytë se çka shikoni, veshët se çka dëgjoni, hundën se çka nuhasni dhe gjuhën se çka flisni, sepse ato janë portat tuaja. Çfarë hyn në to dhe çfarë hyn në mendjen tuaj është çfarë shikoni, çfarë dëgjoni, çfarë shihoni dhe çfarë nuhasni çdo ditë. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se po e ushqejnë mendjen e tyre me negativitet pa e ditur. Shembull, shikimi i videove të dhunës, thashethemeve, përmbajtjes toksike, dëgjimi i ankesave, gënjeshtrave ose muzikës depresive. Të gjitha këto janë si ngrënie të ushqimit që e dobëson trupin dhe e turbullon trurin. Imagjinoni mendjen tuaj si një kopsht të bukur dhe shisat e lartë përmendura janë portat. Tani pyeteni veten, çfarë lloj gjërash po lejoni të hyjnë nëpër ato porta? Nëse shihni vetëm helm, si mund të lulëzoj kopshti? Nëse dëgjoni negativitet çdo ditë, si mund të ndihet mendja juaj pozitive? Zavendëso duke shikuar video të fuqishme motivuese dhe në vend që të dëgjoni këngë të mërzitshme, dëgjoni muzikë paqësore. Në vend të thashethemeve, mëso diçka edukative dhe ashtu e pastron energjinë tënde mendore.
Kontrollimi i shisave nuk ka të bëjë me të qenit i rrept, por me të qenit i zgjuar. Ajo që ushqen shisat e tua bëhen mendimet e tua dhe mendimet e tua bëhen jeta jote. Këshilla 4. Zgjidh kujtimet e tua me kujdes. E kaluara jote nuk është burgu yt, por është historia e juaj dhe nëse vazhdon të rishikosh kujtimet e dhëmshme, do të vazhdosh ta përjetosh përsëri dhembjen. Mendja jonë është si një album fotografish, saqë çdo ditë ne shfletojmë faqet e tij. Dhe ja sekreti i thjesht. Ti mund të zgjedhësh se në cilat kujtime të përqendrohesh. Disa njerëz e kalojnë gjithë jetën e tyre duke kujtuar dështimet e jo duke mësuar nga ato. Këto mendime krijojnë dhembje dhe ajo dhembje bëhet zakon. Flen me stres, zgjohesh i mërzitur dhe jeton me frikë. Por pse? Pse zgjedh vetëm faqet e errëta? Pse të mos u drejtohesh atyre të ndritshme? Mendo për këtë. Ndoshta ke arritur diçka pak, ndoshta ke buzëqeshur përmes dhembjes, ndoshta ke vazhduar kur jeta të ka shtyr poshtë, por në fund ke dëshmuar me fitore të lartë. Kjo është forcë, kjo është fuqi, kjo është kujtimi që duhet ta mbash mend. Imagjino sikur ke dështuar në një provim 3 vjet më parë dhe ky kujtim ende të dhemb. Por mendo gjithashtu. Pas atij dështimi u ngrite, u përpoqe përsëri, nuk u dorëzove. Prandaj kjo pjesë e historisë është më e fuqishme. E kaluara nga dje nuk mund të ndryshojë asgjë, por përqendrimi yt nga sot mund të jetë më mirë për gjithçka. Ti nuk je plaga, je forca që i mbjetoi atyre plagëve dhe nga sot ndalo se ushqyri dhembjen dhe kujtoje forcën. Kështu e merr kontrollin e mendjes tënde. Këshilla 5. Mungesa e sugjerimeve automatike është një armik i fshehur dhe nëse nuk e programoni mendjen tuaj, bota do ta programojë atë për ju. Le të shprehemi një shembull të radhës në një mënyrë shumë të thjeshtë. Mendja juaj është si një telefon celular dhe mendimet tuaja janë aplikacione që instaloni çdo ditë. Por problemi është, shumica e njerëzve nuk instalojnë kurrë aplikacionet e tyre. I lënë të tjerët ta bëjnë këtë. Prindërit tuaj thonë se nuk jeni i zgjuar. Shoqëria thotë se nuk mund të arrini për diçka që ti mendon. Lexon mediat sociale thonë se nuk mund të jeni i suksesshëm në këtë fushë dhe mendja juaj thotë në rregull, ndoshta kanë të drejtë. Kështu funksionojnë sugjerimet automatike. Prandaj mos prano gjithçka që dëgjoni. Sugjerimet automatike nënkuptojnë gjërat që i përsërisni vetes vazhdimisht. Këto mendime bëhen bindjet tuaja dhe ato bindje bëhen jeta juaj. Pra, nëse vazhdoni të thoni, jam i pafat, nuk jam mjaftueshëm i mirë, gjithmonë dështoj. Mendja juaj do të besojë dhe ju do ta jetoni atë histori edhe nëse nuk është e vërtetë. Por ja ku qëndron fuqia. Mund të krijoni sugjerimet tuaja automatike çdo ditë dhe thuajini ato, korrigjojini, besojini ato në vetvete. Ja disa shembuj të sugjerimeve automatike të fuqishme. Unë jam i qetë edhe në vështirësi, unë kontrolloj mendjen time, e jo mendja ime të më kontrollon mua. Kështu bëhesh më i fortë çdo ditë. Mund të përballosh çdo emocion me paqe, sepse truri yt dëgjon, mendja jote është gjithmonë duke dëgjuar. Jepi diçka të fuqishme për ta dëgjuar. Thuaje përsëri derisa ta besosh, sepse përsëritja është nëna e besimit. Këshilla 6. Kuptoni emocionet e psikologjisë dhe mos luftoni me emocionet tuaja, sepse kur kuptoni ato do t'ju udhëheqin drejt vetes suaj të vërtetë. Shumë njerëz përpiqen të kontrollojnë mendjen e tyre duke injoruar emocionet e tyre e duke thënë: nuk duhet të ndihemi trishtuar, nuk duhet të ndihemi zemëruar, duhet të jem gjithmonë i lumtur. Por kjo nuk është kontroll. Kjo është shtypje dhe shtypja çon në një shpërthim emocional më vonë. E vërteta është se emocionet janë mesazhe. Ato nuk janë armiqtë tuaj. Ato janë sinjale nga bota juaj e brendshme. Le ta analizojmë thjesht. Zemërimi është shpesh një shenjë se diçka ndihet e padrejtë. Frika është një sinjal se mendja juaj ka nevojë për përgatitje. Faji tregon vlerën tuaj. Në vend që t'i urreni këto emocione, ju duhet t'i analizoni dhe të gjeni formulën e tyre. Pse janë këtu? Çfarë po përpiqen të thonë? Ndoshta ndjeni të zemëruar sepse dikush nuk ju respektoi. A thua vallti tani do të qash dhe të bërtasësh nga dobësia që rrihet prej njerëzve ignorant? Ndalo veten në raste të tilla dhe reflektoni në mendime pozitive, duke kujtuar kush të solli buzëqeshje të ndershme dhe mos u merakos kaq shumë për ata njerëz në përgjithësi që nuk i njohin kufit e vet. Kështu e kuptoni psikologjinë tuaj, kështu ngriteni, sepse kontrollimi i mendjes suaj nuk ka të bëjë me vrasjen e emocioneve, por me kuptimin e tyre. Dhe ja ku qëndron magjia. Pasi ti kuptoni emocionet tuaja, bëheni të lirë.
të lirë të zgjidhni përgjigjen tuaj, të lirë për të ecur përpara me mençuri, të lirë për të bërë ai që jeni vërtet, e jo ai që të tjerët dëshirojnë të jeni. Këshilla 7. Rrethojeni vetëm me sa më shumë njerëz të ndershëm dhe nëse doni të kontrolloni mendjen tuaj, duhet të dish se si ta mbroni mjedisin tuaj. Nuk mund të mbillni një lule të bukur në tokë të ndyrë dhe të prisni që ajo të lulëzojë. Në mënyrë të ngjashme, nëse qëndroni me njerëz negativ, nuk mund të kultivoni një mendje pozitive. Njerëzit e ndershëm janë ata që ju ngritin më lart, që flasin me shpresë, që ju bëjnë të ndiheni të aftë, të fortë dhe të gjallë. Njerëzit negativ janë ata që ankohen, kritikojnë, thashethemojnë, fajsojnë dhe flasin për frikën gjatë gjithë kohës. Edhe nëse keni vullnet të fortë mund të mposhtoni, sepse nëse çdo ditë dëgjoni negativitet nga të tjerët, mendja juaj gradualisht do të pranojë atë çka dëgjon dhe ngadalë pa e kuptuar do të filloni të mendoni në të njëjtën mënyrë. Imagjinoni se po punoni shumë për ëndrat tuaja. Çdo ditë zgjoheni herët, studioni, ushtroheni, meditoni, por shoku juaj më i mirë gjithmonë thotë: "Çfarë kuptimi ka kjo?" Asgjë nuk ndryshon kurrë. Jeta është shumë e vështirë. Thjesht nëse ju këto i pranoni, ju po humbni kohën tuaj. Mund të injoroni 1, 2, 10 herë, por ngadalë fjalët e tyre negative do të fillojnë t'ju bëjnë të dyshoni në vetvete. Një çarje e vogël shfaqet në mendjen tënde, pastaj një tjetër dhe ngadalë ëndra jote do të shuhet, jo sepse ishe i dobët, por sepse midisi yt ishte i ndyrë. Tani imagjino sikur ke miq që të thonë: "Po përmirësohesh çdo ditë më mirë, e ardhmja jote është ndritur. Vazhdo kështu dhe një ditë do të frymëzosh miliona." Edhe në ditët e tua më të këqija do të ngritesh përsëri, sepse mjedisi yt të inkurajon, të jep fuqi, të ringjall. Mos haro se njerëzit negativ janë helm në mendjen tënde, kurse njerëzit e ndershëm janë ilaç për mendjen tënde. Sepse sjellin veprim të fuqishëm, prandaj largoj njerëzit toksik ngadalë dhe me edukat. Nuk ke pse të luftosh, duhet të fillosh të kalosh kohë me njerëz që të ngrenë moralin, gjej njerëz që flasin për zgjidhje, jo vetëm për probleme. Këshilla 8. Përqendrohuni në një detyrë në të njëjtën kohë. Mendja bëhet e pakontrollueshme kur është e hutuar dhe e mbingarkuar. Kur përpiqeni të bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë, truri juaj vazhdon të kërcej si majmun nga një mendim në tjetrin, nga një shqetësim në tjetrin. Të bësh shumë gjëra njëkohësisht është një mit. Ju duket sikur po bëni shumë gjëra, por në realitet nuk po bëni asgjë me fuqi të plot. Kur përqendroheni në një detyrë me vëmendje të plot, mendja juaj bëhet e heshtur, e fuqishme dhe e mpret si një lazer. Imagjinoni sikur po përpiqeni të studioni për provimin tuaj, por në të njëjtën kohë po kontrolloni telefonin tuaj, po u përgjigjeni mesazheve, po mendoni për festën e ditëlindjes së shokut tuaj dhe po shqetësoheni për të ardhmen tuaj. Pas 2 orësh, e kuptoni se nuk keni mbaruar as edhe një kapitull siç duhet. Ndiheni të lodhur, të zemëruar, të frustruar. Tani imagjinoni një situatë tjetër. E lini telefonin mënjan, i mbyllni të gjitha sketat e panevojshme dhe i thoni vetes për 60 minutat e ardhshme do të studioj vetëm këtë kapitull, asgjë tjetër, sepse duke u përqendruar me një koncentrim të thellë në material, mendja qëndron stabile në drejtim të duhur. Pas 60 minutash ndiheni të fuqishëm, të kënaqur dhe në kontroll. Një orë fokus i pastër është më i fuqishëm se 5 orë fokus i prishur. Veprimi i fuqishëm është kur përdorni rregullin e një detyre të vetme, në një gjë në të njëjtën kohë. Vendosni një kohomatës për 25 ose 50 minuta dhe premtoni vetes të përqendroheni vetëm në një punë. Festoni pasi të keni përfunduar një detyrë, kjo do ta stërvit mendjen tuaj të shijojë fokusin. Citat për të mbajtur mend aty ku shkon fokusi, sepse aty rrjedh energjia. Prandaj sigurohuni që energjia juaj të rrjedh në drejtimin e duhur. Këshilla 9. Sfidoni mendimet negative. Armiku më i rrezikshëm nuk është jashtë jush, por është zëri negativ brenda jush që përshpërit dhe thot: "Nuk jeni mjaftueshëm të mirë, do të dështoni", e kështu me radhë mendime të ndryshme negative. Mirë po, duhet të mësoni të sfidoni këto mendime si një luftëtar i fortë. Shumica e njerëzve bëjnë edhe gabim, sepse ata besojnë nga çdo mendim që u vjen në mendje. Por mendja juaj është si një fabrikë. Ajo prodhon mira mendime çdo ditë dhe jo çdo mendim është i vërtetë. Shembull, supozoni se jeni gati të mbani një fjalim. Papritmas mendja juaj thot: "Do të harroni gjithçka. Njerëzit do të qeshin me ju dhe nëse thjesht dëgjoni dhe e besoni këtë, do të ndiheni të frikësuar dhe ndoshta do të anuloni fjalimin tuaj. Por nëse e sfidoni si një luftëtar i zgjuar, ju thoni:
A është ky mendim 100% i vërtet? Jo, është vetëm frikë, sepse ti je përgatitur mirë dhe duhet ta bindesh vete me trimëri dhe guxim. Dhe kur besoni në vetvete, mendimi negativ e humb fuqinë e tij mbi ju, kështu që ju merrni kontrollin për të udhëhequr mendjen tuaj. Mos harroni, mendimet negative janë si ngacmuesit, nëse luftoni, ata ikin, nëse qëndroni të heshtur dhe të dobët, ato bëhen më të forta. Nuk mund t'i ndalosh mendimet negative që të vijnë, por mund ta ndalosh veten të besosh në to. Mëso të veproni fuqishëm kur shfaqet një mendim negativ dhe zëvendësoje atë me një mendim të fortë pozitiv, duke thënë: mund të përballoj, jam i përgatitur, jam i fortë për të përmbajtur dhe për të arritur me qëllim të vërtetë. Këshilla 10. Vizualizoni qëllimet tuaja. Shihini ato para se t'i jetoni. Mbyllini sytë për një moment dhe imagjinoni jetën që dëshironi. Mendimet janë falas, zhvilloni ato me një kapacitet të volitshëm dhe mos u ankoni të askush, sepse ti udhëheqësi i tyre. Prandaj është e rëndësishme se si udhëheq. A mund ta imagjinoni veten duke u zgjuar çdo mëngjes me energji pozitive dhe vetbesim? A mund ta imagjinoni veten duke arritur ëndrat tuaja, duke qëndruar në një skenë, duke zotëruar biznesin tuaj, duke jetuar në shtëpinë e ëndrave tuaja, duke ndihmuar familjen tuaj, duke frymëzuar të tjerët? Nëse mund të shihni në mendjen tuaj, mund të arritni edhe në jetën tuaj. Kjo është fuqia e vizualizimit. Truri juaj nuk mund të dallojë ndryshimin midis diçkaje reale dhe diçkaje të imagjinuar, nëse imagjinoni atë thellësisht dhe emocionalisht. Kur i vizualizoni qëllimet tuaja çdo ditë, truri juaj fillon të besojë se ato janë tashmë të vërteta dhe pastaj veprimet, zakonet dhe mendimet tuaja fillojnë të ndryshojnë automatikisht për të përputhur me atë imazh. Kur flisni me vetbesim, mund të përgjigjeni në çdo pyetje pa probleme. Njerëzit do duartrokasin për ju pasi flisni, ndërsa ndjeni këtë emocion brenda jush, vetbesimi juaj fillon të rritet. Filloni të silleni si një person i guximshëm që flet rrjetshëm. Sepse studion vetveten më seriozisht dhe flet pa frikë, ndalon së shqetësuari për gabimet, sepse nga ato ti ke mësuar shumë dhe nuk je dorëzuar kur. Mendja jote tani po punon me ty, jo kundër teje dhe ky është veprim i fuqishëm. Çdo ditë vizualizoi qëllimet e tua si të arritura tashmë. Shtoni detaje. Çfarë she? Kush është përreth teje? Ndjej emocionin, ndiu krenari emocionuar dhe i suksesshëm, sepse gjithçka rrjedh nga mendja dhe ti je udhëheqësi. Për t'ju njoftuar me videon e radhës, abonohu në kanalin Brenda së Vërtetës. Faleminderit për mirëkuptim dhe deri atëherë u dëgjofshëm për të mirë.